Ambasadori i KS Ettore Sekui deklaron drejtësia e mohuar në rastin e Gërdecit, komente dhe mbi situatën politike. Partia Socialiste ngre komisionin për presidentin, Rama apel gjyqësorit, 21 janari dhe Meta test për drejtësinë, ligjet me 3 pestat varen nga reforma zgjedhore. PQZ miraton Gjon Bardhin si deputetin e ardhshëm të Partisë Socialiste, Bardhi kundër zgjedh postin e kryebashkiakut. Vion skandali me rastin e Naum Dishos, apeli e dënoi me burg, gjykata pezullon vendimin, çështja në gjykatë të lirë. Shuhet ëndra ekipeve kosovare që tentuan të bashkohen Superligës Shqiptare, Federata e Kosovës refuzon kërkesën. Këto janë lajmet. Ky është Vizion Plus. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Ambasadori i KS në Tiranë Ettore Sekui ka komentuar si drejtësi të mohuar rastin e Gërdecit. Madje gjatë një vizite në këtë zonë ku janë prerë shiritet për disa financime të Bashkimit Evropian, Sekui ka deklaruar se edhe në progres raport është theksuar nevoja që të merren masa për të evituar tragjedi të tilla. Kur 2 muaj në ndaj nga 4 vjetori tragjedisë së Gërdesit ku humbën jetën 28 persona dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur, Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për drejtsinë e mohuar nga gjykatat shqiptare. Duke zgjedhur një ndër fshatrat me Arshinetin që nuk i shpëtoi pasojave shkatruese të shpërthimit të 15 marsit 2008, ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë Ettore Sekui la të kuptohet në deklaratën e tij se për të ngjarje mungoi drejtësia. Representing the voice of Europe in Albania, I wish to remind that duke përfaqësuar zërin e Europës, unë kam dëshirë të citoj atë që thuhet në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për vitin 2011. Ka ardhur nevoja që ato vonesa që janë bërë duhen shmangur sa i përket procedimeve gjyqësore, që të përmbushet parimi i gjykimit të drejtë, parimi i sankcionuar dhe në Kushtetutën e Shqipërisë. Unë di të them vetëm kaq, drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Ambasadori deklaroi se Bashkimi Evropian ka theksuar domosdoshmërinë për marrjen e masave për këto shpërthime industriale me pasoja tragjike tek njerëzit. Por vetë Sekui kishte edhe një tjetër apel, të herë për klasën politike në vend, e cila vetëm një ditë më parë në konferencën e kryetarëve ngriu frymën e konsensusit për ligjet me shumicë të cilësuar. Ky është një proces dhe për procesin ka diskutime nga ku duhet të dalin rezultate. Rigjallërimi dhe rikthimi në normalitet i zonës së Gërdecit ka sjellë në fshatin Marshinet të tjera investime të financuara nga Bashkimi Evropian me një projekt që ka vlerën e 3.1 milion eurove. Shkolla e re 9-vjeçare e zonës është një investim bashkëkohor, vlera së cilës kap shifrën e 1 milion eurove. Me një afat prej 12 muajsh është arritur të ndërtohet një shkollë me sipërfaqe të brendshme 1900 m2 dhe ambiente gjelbrimi obor 2600 m2. 450 nxënësit e shkollës do të kenë ambiente klasash bashkëkohore me ngrohje të brendshme, laborator, bibliotek, por dhe një palestër dhe fushë futbolli, ku nuk do të mungojnë asnjë nga parametrat e një shkolle europiane. Fusha e sportit do të vaditet nëpërmjet një sistemi të posaçëm, ndërsa është montuar dhe impjanti kundra zjarrit. Për herë të parë kjo do të jetë shkolla e cila është pajisur me panel diellor dhe që do të jetë kombinuar me ngrohjen diellore. Një tjetër investim është ai i rrugëve kryesore dhe atyre të brendshme të fshatit Marqinet, punime që zgjatën 14 muaj me një vlerë prej 1.4 milion dollar. Procesi për tragjedinë e Gërdecit, i cili ka hyrë në vitin e 4 të gjykimit, ka zhvilluar sot seancën e 150 të tij, ku vazhdojnë të paraqesin mbrojtjen të pandehurit e akuzuar për tragjedinë. Këtë herë janë dëgjuar konkluzionet e ish zëvendës shefit të shtabit përgjithshëm General Agim Lala, i cili i ka cilësuar të pabaza akuzat e prokurorisë në lidhje me fajësinë e tij për tragjedinë e Gërdecit. Duke i kërkuar gjykatës ta shpallë të pafajshëm, Generali Lala u shpreh se ai nuk ka asnjë lidhje me tragjedinë. Lala tha gjithashtu se për kohën që jetohet nuk ka qenë i urdhëruar për të shkuar në Gërdec, madje në tabulatet e tij telefonike nuk rezulton asnjë telefonat me shoqërinë Alba Demil. Në pretencën e saj, prokuroria kërkoi dënimin me 4 vjet burg për Agim Lalën, të akuzuar për kryerjen e veprës penale ushtarake, shpërdorimi i detyrës nga kuadri komandues. Partia Socialiste ka ngritur gjatë mbledhjes së grupit parlamentar një grup pune i cili do të merret me profilin e ardhshëm të presidentit të vendit pas mbarimit të mandatit të Bamir Topit. Pjesë e këtij grupi pune do të jenë kryetari i deputetëve socialistë Gramoz Ruçi, sekretari për çështjet zgjedhore Damian Gjiknuri, kryetari i Partisë Socialiste për Tiranën Sajmir Tahiri dhe nën kryetari i parlamentit Namik Dokle. Këto figurat Partisë Socialiste do të merren me kriteret që duhet përmbush kandidati i ardhshëm për president. Kryetari i Partisë Socialiste Rama mësohet se u ka ngarkuar 4 figurave të Partisë Socialiste të thithin mendime dhe ide për të vjelur kandidaturën më konsensuale
për të zvendësuar Bamir Topin. Kryeministri Berisha deklaroi 2 ditë më parë se presidenti i ardhshëm do të vijë nga radhët e Partisë Demokratike, ndërsa vetë Partia Socialiste, edhe pse jo publikisht, por në mbledhje sekretariatesh dhe grupesh, duket se po ndjek rrugën e konsultimeve për figurën që do të jetë në krye të presidencës në vitin 2012. Partia Socialiste bën publik qëndrimin e ri përballë mazhorancës dhe reformave. Kryesocialisti Edi Rama, pasi ka theksuar apelin se drejtësia është në test me çështjen e 21 janarit dhe të gjyqit Metës, ka deklaruar se ligjet me 3/5 nuk do të votohen nëse nuk kalojnë në një proces përbashkët. Gjithashtu Rama lat kuptohet se edhe reforma zgjedhore do të jetë test për marrëdhëniet e ardhshme pozit-opozit. Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar për këtë vit, Edi Rama i kërkon prokurorisë të nxjerrë fajtorët e demonstratës së 21 janarit, ku humbën jetën 4 protestues. Një javë para 1 vjetorit, kryetari i Partisë Socialiste theksoi se kjo është një gur prove për drejtsinë, duke apeluar se kjo ngjarje nuk mund të përfundojë pa përgjegjës, si të tjera çështje të bujshme të viteve të kaluara. Pavarësisht gjurmëve të fshira dhe provat manipuluara nga vrasësit dhe nga urdhëruesit e tyre. Pavarësisht qershorit kërcënues, kur ai që ka përgjegjësinë plot shtetërore dhe politike për ato vrasje, mund të marrë dhe institucionet e Presidentit të Republikës për të përmbyllur projektin e demokracisë kontrolluar shtetërisht në Shqipëri. Asgjë nga këto s'mund ta frenojë prokurorinë në zbardhjen e vrasjeve të 21 janarit. As fakti që të gjitha përpjekjet e organit akuzës përplasen në murin e pushtetit korruptuar dhe të kontrolluar gjyqësor, s'mund ta frenojë prokurorinë për të nxjerrë para gjyqit vrasësit e 21 janarit dhe urdhëruesit e tyre. Rama ka lëshuar akuza për kryeministrin Berisha, i cili sipas tij po bën presion ndaj gjyqësorit në vigjilje të një tjetër vendimi për ish-zëvendës kryeministrin Ilir Meta. Ai ka goditur me një gjuhë mafioze prokurorinë, duke akuzuar për mashtrim të parlamentit. Shqipëria s'ka asnjë lloj barazie para ligjit, dhe gjykatat e saj janë bërë varrëmiset e drejtësisë dhe ushqyeset e kulturës së pa ndëshkueshmërisë. Duke u fokusuar tek agenda parlamentare, kryetari i Partisë Socialiste sqaroi pozicionin e grupit parlamentar të PS-s në lidhje me ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar. Draftet e përgatitura nga qeveria, kryesisht korrigjime të nxituara të ligjeve ekzistuese, janë si batanie të vjetra ushtarake të mbushura me arna. Ne do t'japim votën tonë duke kërkuar vijimësisht që deri në sallën e kuvendit ato të kalojnë përmes një procesi transparent gjithëpërfshirës. Rama u kujdes të sqaroi faktin se konsensusi për këto ligje do të varet nga ajo çka mazhoranca do të pranojë në lidhje me reformën zgjedhore. Kryetari i Partisë Socialiste tha qartë se opozita është për ndryshimin e sistemit, duke e prekur ose jo kushtetutën e vendit. Ai ka bërë apel kryeministrit Berisha ta konsiderojë propozimin për ndryshimin e sistemit. Në përvjetorin e 100 të pavarësisë së vendit, Rama lajmëroi nisjen e turit në Shqipëri për të prezantuar programin për rimëkëmbjen e ekonomisë, ndërsa i kërkoi kryeministrit Berisha të anullojë vendimin e Këshillit të Ministrave, që detyron institucionet të mbajnë portretin e presidentit në zyra, duke zëvendësuar ato me të patriotit Ismail Qemali. Në prag të një vjetorit të demonstratës së 21 janarit, Alex Nikës, njërit prej viktimave të protestës, i jepet titulli qytetar nderi. Vendimi është marrë nga Këshilli i Komunës Kolç të Lezhës, ku shumicën e ka Partia Socialiste. Kryetari i komunës e ka cilësuar akordimin e titullit vendimarrje të drejtë, ndërsa ka dënuar vrasjen e të riut. Titulli i akorduar nga komuna duhet miratohet nga prefekti i Lezhës, post që mbahet nga demokrati Paldajqi. Alex Nika, Ziver Veizi, Faik Myrto dhe Hekuran Deda janë 4 protestuesit që u vranë gjatë demonstratës së 21 janarit përpara kryeministrisë. Edhe pa dëshirën e tij, kryetarin e Bashkisë së Fushkrujës Gjon Bardhi e kanë shpallur deputet. Në fakt vendimi është marrë nga KQZ, që ka vendosur t'i japë Bardhit mandatin që la bosh Rudina Seseri, me argumentin se zvendësimi me emrin e radhës Edison Konomi duhet ta bëjë Këshilli i Mandateve. Edison Konomi do t'jetë deputeti më i ri i Partisë Socialiste në vend të Rudina Seserit. Kjo pasi Gjon Bardhi, pas ardhës në listën e deputetëve, ka zgjedhur të ruajë detyrën e kryebashkiakut të Fushkrujës. Në fakt, sipas vendimit të sotëm të KQZ-s, është miratuar Bardhi si deputet me 7 vota pro, duke i dhënë atij një mandat deputeti, edhe pse ky i fundit kishte depozituar një deklaratë refuzimi në mëngjes. Përfaqësuesi i PS-s në KQZ, Ridian Saliani, kërkoi që të respektojë vullneti Bardhit dhe deputet të bëhej Edison Konomi, i cili ka radhën sipas listës së kandidatëve për deputet të PS-s. Por KQZ ka rrëzuar këtë kërkesë me argumentin se papajtueshmëria e mandatit konstatohet nga Këshilli i Mandateve në parlament.
Nga fushkruja, kreu i bashkisë Gjon Bardhi ka konfirmuar refuzimin e mandatit të deputetit dhe vijimin e detyrës së kryebashkiakut. Unë kam deklaruar refuzimin tim për të marrë mandatin e deputetit për në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo si rrjedhoi shumë konsultimeve me drejtuesit e Partisë Socialiste në Qendër, sigurisht edhe me kryetarin Edi Rama, sidomos edhe mbas konsultimeve me strukturat të cilët më kanë propozuar për të qenë kandidat. Dhe unë kam vendosur që t'i përkushtohem dhe të jem sa më pranë në zgjidhjen e problemeve të këtij komuniteti. Tashmë duhet që parlamenti të heqë mandatin Gjon Bardhit dhe çështja të shkojë sërish në KQZ në mënyrë që Edison Konomi të bëhet deputet i ri i Partisë Socialiste. Presidenti Bamir Topi reagon pas akuzave të fundit duke deklaruar se do të ruajë rolin e tij si kryetar shteti. Gjithashtu Topi ka deklaruar se ka ikur koha e komunizmit, prandaj ndihet i lirë për veprimet e mëtejshme politike. Presidenti i Republikës Bamir Topi përgjigjet sulmeve të mazhorancës. Nga Erseka, ku zhvilloi takim me autoritetet vendore, kreu i shtetit përsëriti qëndrimin se deri në fund të mandatit do të përmbush vetëm detyrimet e presidentit. Çdo lloj aludimi besoj që është i kotë. Çdo kush më pas është i lirë në një vend demokratik të ushtrojë veprimtarinë e vet ligjore kushtetuese në funksion të dëshirave që ai ka vet. Dikush mund të ketë dëshirë që unë të mbesa dhe pa frymë. Apo jo? Unë jam njëri i lirë, ditë në mënyrë shumë serioze të ushtroj detyrimet e mia kushtetuese, mbas përfundimit të mandatit, natyrisht më takon vetëm mua. Ka ikur koha e komunizmit. Nga juglindja, presidenti Topi ka bërë apel klasës politike të vazhdojë bashkëpunimin në të mirë të vendit dhe popullit shqiptar. Partitë politike besoj që janë kontshente që bashkëpunimi i tyre, sidomos në politikat parlamentare, aty ku zhvillohen ligje, aty ku zhvillohen debate, po aty ku plotësohen edhe mjaft nga rekomandimet e Komisionit Evropian, e bëjnë të detyrueshme që partitë politike të bashkëpunojnë intensivisht dhe në mënyrë shumë efikase. I shoqëruar nga bashkëshortja dhe stafi i tij i ngushtë, presidenti është takuar me kryetarin e Bashkisë së Ersekës, intelektual dhe banor. Gjatë vizitës në qytetin juglindor, presidenti vlerësoi dhe dekoroi për kontribut në gjuhën shqipe dhe patriotizëm dy figurat historike të zonës, Petronini Luarasin dhe Jani Vreton. 48 orë pas ndryshimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bankës Botërore duke kaluar në statusin e një vendi në rrezik krize, Ministri i Financave Ridvan Bode ka deklaruar se ulja e borxhit publik do të jetë prioritet për këtë vit për qeverinë. Megjithatë, në konferencën për mediat, Bode nuk ka dhënë asnjë sqarim lidhur me bisedimet me ekspertët ndërkombëtar. Ndonë se Ministria e Financave ka nisur negociatat prej 2 ditësh me Bankën Botërore për të marrë mbështetje buxhetore, Ministri i Financave Ridvan Bode nuk preferoi të sqarojë asnjë detaj lidhur me këto bisedime. Një ditë pasi Banka Botërore shpreu shqetësimin se borxhi publik i Shqipërisë është më i lartë në rajon dhe se fondi që ky institucion do t'jap varet nga ulja e këtij treguesi, Bode shprehet. Ministria e Financave është në punë. Ne flasim sot këtu para jush për rezultate, jo për punën që bëjmë. Punën që bëjmë janë të përditshme. Merremi me të gjitha, me Bankën Botërore, me bankat e zhvillimit, me bankat tregtare shqiptare, me Bankën e Shqipërisë, me ministritë e tjera dhe me gjithçka tjetër. Gjatë një analize të buxhetit të shtetit për vitin 2011 dhe sfidat për 2012, Ministri i Financave premtoi se këtë vit do të ulë borxhin në nivelet që ka qenë para disa vitesh, çka do të thotë se borxhi publik për Shqipërinë parashikohet të shkojë në vlerën 55%. Duke filluar nga viti 2012, ku niveli i deficitit do të jetë 3% e prodhimit të brendshëm bruto dhe në vijim me një trend rënës ky deficit vjetor, borxhi publik do të tentojë të normalizohet në parametrat e viteve 2007-2008. Kreu i Financave Bode premtoi që gjatë këtij viti pikësynimi kryesor do të jetë edhe përballimi i efekteve të krizës që vjen nga eurozona, duke evidentuar se ritmet e rritjes së eksporteve parashikohen të përgjysmohen në 2012. Ndërkohë që nuk dha asnjë koment nëse qeveria do të vijojë përsëri edhe këtë vit të emetoj eurobonde. Në fakt, situata e borxhit publik në Shqipëri është serioze. Shifrat zyrtare flasin për afro 60% të prodhimit të brendshëm bruto, çka krahasuar me vendet e tjera na nxjerr në vendin e parë në të gjithë Evropën qendrore dhe lindore. Madje sipas analizave, ky borxh është akoma më i lartë nëse merren parasysh të vëshët e parimbursuara apo borxhet e tjera që shteti u ka kompanive private. Shqipëria ka borxhin publik jo vetëm më të lartin në rajon, por në vendet e Evropës qendrore dhe lindore.
duke ju referuar një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar për vitin 2011. Mesatarja e borxhit të këtyre vendeve evropiane arrin në 43.6% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa Shqipëria e mbylli vitin e kaluar me një nivel borxhi i cili është afro 60%. Por ajo që i druhen ekspertët është se po t'i shtojmë këtij treguesi edhe detyrimet e papaguara që qeveria i ka biznesit që merret me punët publike, të vëshon e parimbursuar apo borxhe që u ka kompanive private, atëherë ky nivel i kalon të 60%. Një situatë e tillë përbën një kërcënim serioz për ekonominë në kushtet kur vendi është nën efektet e krizës e eurozonës, konkretisht të dy vendeve Greqi dhe Itali. Në vitet e fundit, ritmet e rritjes ekonomike janë të kurrur, çka e bën situatën edhe më shqetësuese. Nga ana tjetër, menaxhimi i borxhit mund të dalë edhe jashtë aftësisë së qeverisë, pasi është e pamundur të kontrollohet rritja e tepruar në vlerë nga normat e interesit, që nëse nuk rriten të ardhurat e mjaftueshme për katse, situata të çon në një paaftësi paguese të shtetit. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, Shqipëria ka një borxh prej 700 miliard lekësh, ose rreth 5 miliard euro. E thënë ndryshe, më shumë se sa gjysmë e asaj çka prodhohet në vend është borxh. Nga ana tjetër, kostoja e borxhit, që është pagesa e interesave, ka njohur vetëm rritje nga viti në vit. Në rritjen e tyre ka ndikuar ndjeshëm kredia tregtare e marrë për financimin e rrugës Rëshen Kalimash. FMN në mënyrë të vazhdueshme ka rekomanduar që qeveria shqiptare të ulë borxhin, por duket se ulja e këtij treguesi nuk do të jetë më një sugjerim, por një kusht që qeveria shqiptare duhet ta përmbushë në mënyrë që të përfitojë ndihmën buxhetore nga Banka Botërore. Pezullohet puna në kompaninë Kurum në Elbasan, 700 punëtor kanë nisur protestat në mbështetje të drejtuesve turq, të cilët kërkojnë të zgjidhet problemi i furnizimit me energji elektrike. 700 punëtor të ish metalurgjikut në Elbasan rrezikojnë të mbeten pa punë. Kompania turke Kurum, që administron një pjesë të zonës industriale, ka pezulluar punën për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Qindra metalurg, familjar të tyre dhe të mbështetur nga Konfederata Sindikale, kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për rikthimin e normalitetit në fabrika. Ne duam një paketë antikrizë. Ne duam dorë dhe mbështetjen e qeverisë për të kapërcyer krizën. Është e pafalshme, është e pameritueshme. Dhe ne s'do ta pranojmë kurrë që faturën një krize ta përballojnë punëtorët. Punëtorët janë pafalshëm. Punëtorët nuk kanë sjellë krizë. Punëtorët kërkojnë gjaku, djersën e tyre. Drejtues të kompanisë turke sqarojnë se ndërprerja e punës ka ardhur për shkak të mos furnizimit me energji elektrike dhe mungesës së një marrëveshje me operatorin e transmetimit. Kreu i burimeve njerëzore në Kurum tregon se gjithçka ka ndodhur për shkak të ligjit të ri të energjisë elektrike për klientët e kualifikuar. Shoqëria Kurum, administrata e saj, përfaqësuesit e saj kanë bërë çdo përpjekje për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme, të pranueshme, të përballueshme për sa i përket kostos prodhimit, me qëllim garantimin e furnizimit me energji elektrike. Kompania Kurum kërkon ndërhyrjen e qeverisë shqiptare për zgjidhjen e problemit, por nëse nuk arrihet një marrëveshje mes palëve, 700 metalurgët rrezikojnë vendin e punës. Për një vit ata do të marrin 60% të pagës dhe pas kësaj periudhe mbeten të papunë. Vijon skandali i drejtësisë me çështjen e Naum Dishos, kreu të Omonias për qarkun e Korçës. Një ditë pas zhdukjes së tij dhe shpalljes në kërkim nga policia, avokati mbrojtës i tij Nezat Tarelli ka paraqitur në gjykatë kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit vendimit për dënimin me 1 vit burg deri në 25 janar. Gjykata e shkallës së parë në Korçë ka pranuar kërkesën e palës mbrojtëse. Në 25 janar do t'jetë apeli ai që do të marrë vendimin për ekzekutimin ose jo të vendimit, ku vetë kjo gjykate dënoi me 1 vit burg për dhunim të varreve në Boboshtic. E ndërsa Naum Disho është në kërkim, çështja e tij pritet t'i kalojë gjykatës së lartë. Albin Kurti deklaron se protesta e së shtunës do t'jetë paqësore. Ministri Rexhepi reagon, nuk kemi marrëveshje me vetëvendosjen. Identifikohen 2 prej marinsave të video skandalit, reagimet forta nga Afganistani dhe SBA për fyerjen e viktimave. Ngjarjet më të rëndësishme e meritojnë një debat. Ku protagonistët ballafaqojnë idetë, provat dhe argumentat, duke ndriçuar të vërtetat e thjeshta dhe të fshetat përvoluese. Debat në Vizion Plus. Sepse secilit i duhet një busull për të orientuar në xhunglën e politikës.
sonte, ora 21. Raportuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon ka deklaruar për mediat serbe se deri në fund të marsit do të miratohet mekanizmi i ri për regjimin e vizave. Sipas Fajon, mekanizmi i ri parashikon vendosjen e vizave për 6 dhe 9 muaj, fillimisht për vendet që thyejnë rregullat dhe nëse përsëritet, futjen e atij vendi në listën e zezë. Parlamenti Evropian do të miratojë deri në fund të marsit vendimin për verifikimin e mekanizmit për pezullimin e regjimit të vizave për vendet që shkelin marrëveshjen Schengen. Raportuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon në një intervistë për mediat serbe nuk ka përjashtuar mundësinë për futjen në listën e zezë të Schengenit për ato vende që thyejnë rregullat. Fajon është shprehur se mekanizmi për pezullimin e liberalizimit të vizave për disa vende do të jetë për një periudhë 6 mujore, më pas 9 muaj dhe në fund ai shtet kthehet në listën e zezë. Do të kemi debate në Komisionin e Lirive të Qytetarëve, Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme më 25 dhe 26 janar, por fjalën përfundimtare pas Parlamentit Evropian do ta jap Këshilli i Ministrave deri në muajin mars të këtij viti. Kryesuesja e Bashkimit Evropian në këtë 6 mujor Danimarka, ndër prioritetet e saj ka mbrojtja nga azilkërkuesit. Ajo ka kërkuar që mekanizmi për pezullimin e vizave të aplikohet sa më parë. Lëvizja vetëvendosje duket e vendosur në aksionin e saj për blokimin e 2 pikave kufitare në veri të Kosovës. Sipas kryetarit të saj Albin Kurti, duke filluar nga nesër në orën 13 do të protestohet deri në vendosjen e reciprocitetit me Serbinë. Vetëvendosja ka garantuar se gjatë protestave nuk do të ketë akte dhune. Albin Kurti, lider i vetëvendosjes dhe deputete aktivistë të tjerë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, do të bllokojnë automjetet në pikën kufitare të Merdares dhe Adot Dheu të Bardhë, që lidhin Kosovën me Serbinë. Protesta paqësore sipas vetëvendosjes do të nisë në orën 13 të ditës së shtunë dhe do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të respektojë vendimin e kuvendit, i cili një muaj më parë miratoi rezolutën e vetëvendosjes, ku kërkohet reciprocitet me Serbinë, si në fushën e ekonomisë, ashtu edhe në ato politike. Ne do të jemi gjithnjë paqësor, edhe kujdestarët të cilët janë garancion i karakterit paqësor të protestës sonë, por edhe të gjithë aktivistët dhe qytetarët tashmë janë në dieni që as nuk duhet ta provokojnë policinë, por njëkohësisht duhet ta ruajnë këtë natyrë paqësore të protestës së nesërme. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi tha se deklaratat e ministrit të Brendshëm Bajram Rexhepi për vetëvendosjen janë të parakoshme, pasi sipas tij nuk do të ketë nevojë për ndërhyrje të policisë sepse protesta do të jetë paqësore. Nuk po shkojmë në luftë në pikën në Vardar dhe në pikën Dheu i Bardhë, ne atje po shkojmë ta ndalim në Serbinë, madje mund të them që ne po vazhdojmë vetë idealin e ushtrisë shqiptare të Kosovës ta jetësojmë edhe 12 vite pas përfundimit të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Protestën e vetëvendosjes nuk e ka mbështetur asnjë nga partitë politike në vend përveç disa organizatave jo qeveritare nga të gjitha trevat shqiptare. Edhe pse një ditë më parë përfaqësues të vetëvendosjes u takuan me përfaqësues të policisë së Kosovës, ministri i Brendshëm Rexhepi ka thënë se nuk është arritur asnjë lloj marrëveshje dhe secila palë do të bëjë atë që synon. Në këtë mënyrë Rexhepi ka lënë të hapur çdo opsion rreth asaj se çfarë mund të ndodhë gjatë protestës. Po ashtu me anë të një letre të përbashkët për mediat, ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë deklarojnë se i shohin me shqetësim veprimtaritë e planifikuara të vetëvendosjes për datën 14 janar. Ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe të Kosovës janë bashkuar në apelin e tyre ndaj shqiptarëve që të mos i bashkohen aksionit vetëvendosjes. Gjithashtu ministri i jashtëm i Kosovës ka reaguar ndaj Beogradit, duke akuzuar për luftë të ftohtë në rastin kur pengoi ministrin Makolli të kalonte në Serbi. Ministri i jashtëm i Kosovës u bëri thirrje qytetarëve shqiptar të refuzojnë ftesën e lëvizjes vetëvendosja për të udhëtuar drejt shtetit fqinj për të bllokuar zhdoganimin e mallrave serbe në 14 janar. Edhe qytetarë nga Shqipëria që lëvizin drejt Kosovës nuk e mbështesin Kosovën, janë kundër interesit të Republikës së Kosovës dhe ne nuk duhet ta emitojmë askënd në Ballkan, po duhet sillemi në formën më dinjitoze si një shtet evropian, si një shtet demokratik. Ndërsa krye diplomati shqiptar Edmond Haxhinasto e cilësoi si akte ekstremist nismën e vetëvendosjes. Nuk mbështesim asnjë veprim ekstremist në Kosovë, për sa i takon bllokimit të rrugëve, bllokimit të doganave, lëvizjes së lirë, shkëmbimit sipas marrëveshjeve të arritura, pasi vlerësojmë se kjo nuk është rruga dhe fryma europiane për të zgjidhur problemet.
I pyetur nga Vision Plus për të komentuar mos lejimin e ministrit kosovar të diasporës Ibrahim Akollit të hynte në Serbi, zoti Hoxha i tha se Beogradi po aplikon politikën e luftës së ftohtë. Kjo tregon që krahasim me Republikën e Kosovës, Republika e Serbisë dhe Matudi është një vend i mbyllur, një vend i izoluar dhe një vend i cili e ndjek pothuajse një politikë të luftës së ftohtë. Deklarata u bën gjatë vizitës së shefit të diplomacisë kosovare në Tiranë. Dy ministrat firmosën marrëveshjen për përfaqësimin konsullor nga Shqipëria në vendet ku Prishtina zyrtare nuk ka ambasada. Ushtria amerikane në Afganistan ka bërë të ditur se ka identifikuar 2 nga marinsat e video skandalit të publikuar një ditë më parë. Emrat e ushtarëve që urinojnë në trupat e pajetë të disa talebanëve nuk janë bërë publik, për arsye se hetimet vazhdojnë. Video ka ngjallur reagimet ashpra në Afganistan, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Identifikohen 2 nga 4 marinsat amerikanë të cilët urinuan mbi trupat e pajetë të disa luftëtarëve taleban. Një zyrtar anonim i ushtrisë amerikane në Afganistan bëri të ditur lajmin, por sipas tij, emrat nuk janë bërë publik për arsye se hetimet po vijojnë. Marina e Shteteve të Bashkuara ka nisur një hetim të plotë për këtë video. Publikimi i këtij skandali ka ngjallur reagime të forta në Afganistan, por edhe në Shtetet e Bashkuara. Presidenti afgan Hamid Karzai ka cilësuar çnjerëzor aktin e ushtarëve amerikanë dhe kërkoi dënimin e autorëve. Ndërsa talebanët janë shprehur se videoja tregon akte barbare, por sipas tyre kjo nuk do ndikojë në proceset politike. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhjen e tyre të plotë për videon me anë të sekretarit të mbrojtjes Leon Panetta dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton. Panetta urdhëroi komandantin e forcave aleate në Afganistan, John Allen, që të nisë një hetim të plotë dhe të dënohen autorët e këtij akti. Ende nuk dihet origjina e videos së postuar në YouTube, por dyshohet se ajo është autentike. Kryeministri Sali Berisha deklaroi gjatë pritjes me gazetarë dhe analistë me rastin e nisjes së vitit të ri se qeveria do të jetë angazhuar për ta bërë lirinë e medias të pacënueshme. Zoti Berisha tha se nuk do të ketë asnjë proces gjyqësor nga administrata kundër mediave, pavarësisht qëndrimeve që mbajnë këto të fundit. Kryeministri cilësoi gazetarët si kalorës të fjalës së lirë, ndërsa theksoi se roli i medias ka bërë të mundur nxjerrjen e Shqipërisë nga censura. Pritja u mbajt në Pallatin e Brigadave dhe shefi mazhorancës shkëmbeu për rreth 1 orë urime, batuta dhe biseda me përfaqësues e drejtues të mediave kryesore në vend. Provat e instrumentistëve në sallën e Universitetit të Arteve për të vënë në skenë një koncert nga Instituti Italian i Kulturës kanë dështuar. Artistët janë rebeluar duke braktisur skenën për shkak të ftohtit. Sistemi vjetruar i ngrojes apo i ftojes, por edhe mungesa e fondeve për karburantin e kaldajave, ka sjellë këtë situatë në skenën e madhe të Universitetit të Arteve, e cila është kthyer në të zakonshme në shumë prej sallave të institucioneve të kulturës në vend, teatro apo ambiente promovimi. Kjo paradite e të premtes duhet të ishte një ditë provash finale për orkestrën e radio-televizionit shqiptar, e cila në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës sjellin në mbrëmje një koncert në nder të kompozitorit të njohur italian Nino Rota. Por instrumentistët janë rebeluar se nuk performonin dot për shkak të temperaturave të ulta, duke vendosur t'i linin provat. I kontaktuar në telefon, rektori Petrit Malaj është shprehur se në fakt kaldajat ishin ndezur, edhe pse në sallë i ftohti ishte i ndjeshëm. E megjithatë, edhe pse pa provën finale, dirigjenti italian Vito Clemente tregon se koncerti mbrëmjes do të realizohet, pasi ai vjen posaçërisht për 100 vjetorin e lindjes së Nino Rotës, firmën e të cilit mban muzika e filmave të Fellinit, Viscontit, madje edhe Kumbarit të Francis Ford Coppolas. Rota è stato un compositore a 360 gradi. Rota ishte një kompozitor 360 gradë, pra i kompletuar. Është i famshëm në të gjithë botën për muzikën që ai ka krijuar mbi filma të ndryshëm, por edhe si autor i shumë pjesëve muzikore për teatr, si dhe vepra simfonike. Për këtë arsye, koncerti sotëm do të ketë pak nga të gjitha këto pjesë, të njohura apo më pak. Nino Rota është kompozitori fituesi një sër çmimesh prestigjioze, ndër të tjera Golden Globe dhe Oscar. Shuhet ende pa nisur mirë përpjekja e 2 ekipeve kosovare për t'u bashkuar Superligës Shqiptare të Futbollit, ka qenë Federata Kosovare që ka refuzuar një lëvizje të tillë me argumentin se kështu dëmtohen përpjekjet e Kosovës për t'u njohur nga FIFA dhe UEFA.
Pranimi i klubit Prishtinës në Superligën Shqiptare të Futbollit edhe për shumë kohë do të mbetet një ëndër, edhe pse në mënyrë formale Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit e ka përkrahur kërkesën e këtij klubi për të bërë pjesë e Superligës, deri në realizimin konkret ka shumë hallka për t'u kaluar, në një vendim që tashmë është gjeopolitik me pengesa jo vetëm juridike, por edhe institucionale. Pavarësisht dëshirës së madhe, vendimi final pritet ta jap FIFA dhe UEFA, ndërkohë që nga burime pranë Federatës Shqiptare, edhe përgjigje zyrtare nga Federata Kosovare e Futbollit për ta pranuar këtë nismë nuk ka ardhur. Por Gazeta Kosova Sot citon sekretarin e FFK-s Erol Salihi, sipas të cilit përgjigjja zyrtare tashmë është nisur. Federata Kosovare është pro ligës së përbashkët deri në momentin e pranimit tonë në instanca ndërkombëtare, por jo për përfshirjen e dy klubeve në kampionatin shqiptar. Asnjë klub kosovar nuk mund ta përfaqësojë Federatën e Kosovës, aq më pak Prishtina, që është klub privat. Më parë një sinjal të tillë e ka dhënë edhe kryetari Fadil Vokri për koha ditore. Sipas tij, pjesëmarrja e dy ekipeve kosovare ishte në kundërshtim me disa nene të statutit UEFA-s dhe FIFA-s dhe ka pengesa juridike. Pika më kryesore që Prishtina është shumë larg Superligës Shqiptare të Futbollit është se Kosova nuk është e pranuar nga UEFA dhe FIFA. Ai këmbguli se Prishtina, përpara se të paraqiste kërkesën për t'u bashkangjitur Superligës Shqiptare, duhet të konsultojë me Federatën Kosovare dhe kjo nismë e një skuadre të vetme rrezikon të dëmtojë në një mënyrë apo tjetrën përpjekjet e Federatës Kosovare për njohjen zyrtare. Ambasadori KS Ettore Sekui deklaron drejtësia e mohuar në rastin e Gërdecit, komente edhe mbi situatën politike. Partia Socialiste ngre komision për presidentin, Rama apel gjyqësorit 21 janari dhe Meta test për drejtësinë, ligjet me 3 pestat varen nga reforma zgjedhore. KQZ miraton Gjon Bardhin si deputetin e ardhshëm të Partisë Socialiste, Bardhi kundër zgjedh postin e kryebashkiakut. Vion skandali me rastin e Naum Dishos, apeli dënoi me burg, gjykata pezullon vendimin, çështja në gjykatën e lartë. Shuhet ëndra ekipeve kosovare që tentuan të bashkohen Superligës Shqiptare, Federata e Kosovës refuzon kërkesën. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim.